Nëse një person humbet mbi 100.000 euro për një vit, 2 vjet, duke përdorur bardh, bixhoz apo gjëra të tjera, do thotë që ka ndodhur diçka. Do thotë që nëse ti lë të bardhën për një javë, 10 ditë, një muaj, nuk është e thënë sepse çdo gjë përmirësohet edhe kthehet si më përpara. Nëse nuk shkon të kuptosh se çfarë ka ndodhur, pse po e dënon veten tënde, pse po e dëmton veten tënde, është e vështirë që ta përmirësosh këtë situatë vetëm duke lënë të bardhën, sepse nuk është problemi vetëm i substancës, nuk është problemi se konsumon, nuk është problemi se del jashtë kontrollit kur je në efektin e saj. Do thotë që edhe kur nuk përdor, ka diçka që nuk shkon, ka diçka që ke lënë bazdore, ka diçka ka ndodhur brenda vetes tënde. Dhe nëse shkon punon dhe të kuptosh më mirë pa e gjykuar veten, pa e dënuar veten tënde, pa e dëmtuar, por thjesht të shkosh të kuptosh se çfarë ka ndodhur, cilat janë përgjegjësitë tua, çfarë ke gabuar në të kaluar. Më mbas duke lënë dhe substancën, duke ndërtuar sa më i pastër, arrin gradualisht me durim, duhet shumë durim, që të përmirësosh edhe gjërat e tjera. Rri i pastër dhe kujdesu për veten.